Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të magazinës informative 21 drejt për drejt. E akuzuara në rastin e rezervave shtetërore Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari, pas seancës gjyqësore tha se ndihet krejtësisht e pafajshme, duke quajtur procesin si tendencios nga ana e prokurorisë. Paraprakisht seanca për rezervat shtetërore u mbyll për publikun në emër të, siç u tha, ruajtjes së informacionit të klasifikuar dhe dëshmitarit anonim. Përshëndetje të nderuar gazetar, veçma nga dalë, këtu jam, nuk ju iki. Edhe na, ju kemi fliqë sa. Faleminderit që keni prit ju si që veritet edhe vetë sot ishit prezent në seancën gjyqësore, pra unë sot isha në seancën gjyqësore, pra në gjykatën themelore, lidhur me akt akuzën kundër meje nga Prokuria Speciale, lidhur me çështjen e rezervës shtetërore, përkundër që unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse është një proces tendencios nga Prokuria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë akt akuzë ndaj meje, por më e rëndësishmja është të theksoj se qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të brengosen për konsolidimin e rezervet shtetërore, të cilën e kemi rritur në qeverinë Kurti 2, për shumë fish në kohën më të vështirë, kur ishte rezerva shtetërore e pa konsoliduar dhe jo në funksion të përgjigjes ndaj qytetarëve, në kohën kur kufit ishin të mbyllur me shpërthimin e luftës në Ukrainë, dhe në kohën më të vështirë kur nuk kishte eksport të produkteve bazike në vendin tonë, pra produkteve bazike jetike për jetesën e qytetarëve tonë. Në këtë kohë të vështirë ne siguruam dhe konsoliduam rezervën shtetërore. Sa është e rëndësishme të përmendi se për këtë proces që është tejet i rëndësishëm për qytetarët tonë, për sigurinë e popullit tonë, megjithatë prokuroria shkeli ligjin, siç e kam theksuar edhe më herët, përkundër që ne i kemi pasur dhe jemi në proces gjyqësor me operatorët ekonomik të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre dhe është proces i hapur gjyqësor pra me këta operator, tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ashtu si unë edhe mbrojtja ime jemi të bindur për këto veprime të paligjshme dhe këtë do ta dëshmojmë deri në fund të këtij procesi. Ju faleminderit. Ministra, më të tregoni, është një dokument sekret, nëse ajo marrëveshje bëhet në bashkëpunim me atë një personi që nuk ka certifikat të sigurisë, edhe që ka ardhur aty vetëm si një mik i juaj, pra është fjala për Ridvan Marrin. Ju sot jeni larguar nga seanca sepse është seancë e mbyllur. Nuk më lejohet asgjë të deklarohem te ju në lidhje me proceset që janë në seancë të mbyllur. Ju faleminderit. Po është dokument sekret nëse ja keni dhënë një personi që s'ka pasur përgjigje. Këtë rast ka qenë një furadi. A janë ato dokumente sekrete, ministra? A kishë mund të na tregu çfarë janë për juve dokumente sekrete? Avokati i të akuzuarit tjetër në rastin e rezervave shtetërore afaristit Ridvan Muharremi, Mahmud Halimi, bëri të ditur se klienti i tij në seancën e mbyllur nuk është deklaruar rreth pranimit të fajësisë pa i pasur shkresat e lëndës. Sipas tij, Ridvan Muharremi nuk e ka pasur qasjen në një dokument të klasifikuar si sekret. Sot ndodhi diçka që kur në praktikën gjyqësore është e panjohur në gjykatat e Kosovës. Na detyroi gjykata që të ushtrojmë kundërshtim kundër këtij akuzës pa shkresat lëndës është rast nonsens. Sa i përket çështjeve tjera, ju kisha lutur për mirëkuptim e ndëgjuar udhëzimin e gjykatës që çdo informat lidhur me zhvillimet brenda sallës mundi t'ia drejtoni zyrës për informim të gjykatës. A u deklaroi klienti juaj, ai bie që Po s'kem që është deklarohëm për shkak se është deklaruar që nuk mund të i deklarohem rreth fajësisë pa i pas shkresë të lëndës.
qysh më deklaru për fajsin kur s'kam shkresat lëndës? Qysh dhe ta shkruaj unë kundërshtimin e akuz pa shkresat lëndës? Megjithatë është thënë që dhe zotri Muharremi ka pas ato dokumente dhe ato kontrata që tash Po si ka pas? Po ju lutem, nuk i ka pas. Pritni drejtsin, pritni durimin, ta keni derisa drejtësia ta thot fjalën e vet. Zotri Muharremi, a mund kemi Kush pi thot? Jo. Kush pi thot se i ka pas? Nuk i ka pas. Jo, unë po të them me përgjegjësi plot. Ridvani ka qenë përkthyes i kompanisë turke. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka vendosur që të rinumërohen gjithsejt 914 vend votime nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në 10 komuna vota do të rinumërohen në tërësi, ndërsa në 28 komuna do të rinumërohen 10% e vend votimeve. Rinumërimi do të nisë sot. Sipas KQZ-s, vendimi erdhi pas raportit të sekretariatit të KQZ-s, i cili gjatë verifikimit të video incizimeve nga qendrat komunale të numërimit ka evidentuar mos përputhje mes votave të numëruara për kandidat dhe atyre të shënuara në flet votime. KQZ-ja më pas ka bërë verifikimin e brendshëm të flet votimeve për kandidat në 2% të vend votimeve apo 52 vend votime nga të gjitha komunat e Kosovës. Bazuar në këto gjetje, KQZ-ja ka vendosur që në 10 komuna të rinumërohen 100% e vend votimeve. Këto komuna janë Dragashi, Kaçaniku, Leposaviçi, Prizreni, Skënderaj, Shtimeja, Ferizaj, Vushtria, Mamusha dhe Ranilugu. Ndërkaq në 28 komunat e tjera do të rinumërohen nga 10% e vend votimeve. Rinumërimi vend votimeve do të zhvillohet në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe do të nisë sonte. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka deklaruar se nuk ka ambicie për poste të tjera dhe se fokusi i tij mbetet kryeqyteti. I pyetur nëse do të merrte postin e kryetarit të partisë në rast se Lumir Abdigjiku bëhet president, Rama tha se mandati i tij 4 vjeçar është në shërbim të qytetarëve të Prishtinës. Përparim Rama tha se fokusi i tij mbetet kryeqyteti, megjithse tha se është i gatshëm të ndihmojë kur të ketë nevojë. Unë po them mendoj që të gjithë të zgjedhurit në kryeqytet, në vend tonë edhe në Kosovë janë rezultati votave të qytetarëve të Kosovës, për të mirën e Kosovës, prandaj çfarëdo koalicioni që hap proceset për me transformu vendin tonë për të mirë, janë të mirë se ardhura. Për fat të keq, po them unë, eksperienca ime në kryeqytet ka qenë jo e mirë, përkundër faktit që 2 vitet e para jam mundu me çdo gjë për me bashkëpunu me nivelin qendror, kanë qenë bllokues, kanë qenë sabotues, uroj që të reflektojnë, po them, uroj që të jenë bashkëpunues tash, sepse nuk hec shoqëria përpara me bllokime e sabotime. Unë kam cek këtë çështje edhe më përpara, që unë jam kryetari i kryeqytetit, kam një mandat 4 vjeçar, kemi njerëz të mrekullueshëm për brenda partisë të cilët munden me i qu proceset përpara, prandaj nuk ma mërmenja që kanë nevojë për mu, mirë po them unë jam këtu për kryeqytetin, për qytetarët e kryeqytetit, dhe kur je për kryeqytetin je për gjithë Kosovën, prandaj do të jem aty në ndihmë, çfarëdo ndihme që kanë me pas nevojë, mirë po fokusi im është kryeqyteti. Kërkesa për zgjedhjen e një president jo politik është absurde, thot deputeti zgjedhur i lëvizjes vetëvendosje Artan Abrashi. Një ditë pasi kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku kërkoi që presidenti i ardhshëm të jetë një person jo politik, Abrashi deklaron se pozita e të parit të vendit është politike dhe nuk mund të bëhet president një person i cili nuk është politik. Ndërkaq shton se për çështjen e neutralitetit të presidentit, pastaj mund të ketë kënd vështrime të ndryshme. Në mbeten opsionet e hapura, natyrisht Sonja Osmani çështja e kandidaturës së saj, edhe ajo do të trajtohet, por se pa u mbledhur forumet tona vendimarrëse, nuk është se mund ta them ndonjë qendrim zyrtar televiziv të vendosë sa i përket çështjes së presidentit. Çka është për ne më rëndësishme është që ta kryejmë këtë rendin e gjërave që unë e theksova dhe pastaj kur vihet tek puna e propozimit të emrit të presidentit, besoj se gjithë të jemi në një uri.
Politologu Albinot Maloku vlerëson se nëse nuk ka marrëveshje politike, vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja për shkak të mungesës së votave të nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje si parti fituese do të duhet që me urtësi të kërkojë bashkëpunim në kuvend. Zoti Maloku, vendi është përpara zgjedhjes së institucioneve të reja, kuvendit, qeverisë, mandej presidentit. Fillimisht mund të ketë të zvarritje në formimin e kuvendit dhe të qeverisë? Tani sipas edhe afateve ligjore që janë, po edhe shpejtësisë përmbylljes certifikimit procesit zgjedhore të ngjashme, konsideroj që aspekti juridik është në suazat normales. Tani varet kryesisht prej vullnetit të faktorit fuqisë më të madhe politike që e mori pas 28 dhjetor 2025 që të ecë përpara drejt asaj që ka qenë ngarkesë për Republikën e Kosovës dhe që është formimi i misioneve, konkretisht i konstruimit të kuvendit, zgjedhjes kryetarit, kryesisë dhe mekanizmave tjerë përcjellës, gjithsesi edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Nuk po veneroj që ka një mos vullnet ende, pavarësisht se ka një farë qetësie nga, sidomos nga lëvizja vetëvendosjes si faktor i dal me fuqinë më të madhe të votës pas 28 dhjetorit dhe të ecë përpara. Gjithsesi kishte më qenë mirë që para se të hyet në këtë fazë që të kemi edhe një raport të rregulluar për mos thonë ndoshta edhe koalicion ose edhe marrëveshje se i përket çështjes tjetër që bëhet peshë që është zgjedhja e shefit të shtetit. Tek çështja edhe e zgjedhjes së kryetarit të ri, do të jetë një emër megjithatë konsensual sepse kryetari i kuvendit i përfaqëson në një farë forme të gjitha subjektet pa dallim në momentin që udhëheq seancën. Nuk duhet të ketë anime, duhet të zgjedhë me kujdes një emër të caktuar vetëvendosje si grupi më i madh parlamentar, i dal nga zgjedhjet se kush duhet të jetë, apo presni që të jetë një emër i imponuar, pasi i kanë votat. Tani, në qoftë se ka një urtësi nga ana e lëvizjes së vetëvendosjes që e ka votën, për arsye të respektit dhe që ky kryetari i kuvendit ose kryetare të jetë një autoritet i pranueshëm nga palët, kishte me qenë shumë e shëndetshme politikisht. Mirë po në instancë fundit, kryetari i kuvendit jo domosdoshmërisht ka qenë një herë figurë konsensuale. Pra ka qenë komplet e çështjes së votës dhe përrjedhoi vota është vendosën këtë proces. Nuk është që gjithsesi tani varet prapë po them tek ai autoriteti që e ka ky kryetar ose po kryetare e kuvendit të Republikës Kosovës në raport me palët tjera. Mirë po në instancë fundit nuk është se është e domosdoshme për arsye se është çështje e votës dhe situatat tregojnë që lëvizja vetëvendosje shtëpisën edhe të komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës, por nëse ka dhe më e mirë kishte më qenë sikur kishte edhe koalicion për arsye të fuqisë një qeverie, fuqisë stabilitetit, se përket jetësimit të sidomos të asoj që është shumë e rëndësishme të pajtimit ndodhur në Bruksel dhe Nohor, që në instancë fundit për Kosovën kishte më qenë shumë e mirë të kishte një partneritet dhe të jetë se i përpara me një koalicion të mirë, të fuqishëm që do të jap të Kosovës edhe qeveri të fuqishme, po edhe gjithë përfshirëse sa i përket, pavarësisht se po them prap lëvizja vetëvendosje tani për tani ka fuqinë që të ecë përpara drejt zgjedhjes së kryeut kuvendit dhe qeverisë. Ndërkohë është shfaqur një shqetësim, po themi, paraprakisht që çështja e zgjedhjes së një nën kryetari nga komuniteti serb, nën kryetari të kuvendit mund të shkaktojë ngërçjen e radhës për shkak që gjykata kushtetuese ende nuk e ka vendosur mbi një ankesë të listës serbe që pretendojnë se atyre i takon nën kryetari dhe jo nën Adrasheq. Në këtë rast vetëvendosja ka thënë se nuk e voton asnjë kandidat nga lista serbe. Nëse gjykata po themi hipotetikisht jep të drejtë grupit më të madh parlamentar siç pretendojnë, mund ndodhë një ngërç pikërisht në këtë pikë? Unë duhet besoj që lëvizja vetëvendosje në këtë raundin tjetër të legjislaturës për dhe qeverisjes nuk do të jetë si më parë në kuptimin e numrit lartë shkelje kushtetuese. Dihet mirë filli që jo vetëm legjislatura 8, por edhe legjislatura 9 fatkeqe arriti të prodhoi shumë momente të shkeljeve të kushtetutës. Dhe në momentin kur kemi një sqarueshmëri në rastin Rashit se i përket mundësisë ose mos mundësisë nga ana e gjykatës kushtetuese, duhet besoj që të vlerësohet, të respektohet ai akt vendimi i gjykatës kushtetuese. Nëse nuk do të vlerësohet dhe respektohet, atëherë tradita e qenurit bllokues konsideroj që nuk i bën mirë vendit.
Në anën tjetër, në shpjegimet aktuale që i marrim nga rendi kushtetues në Kosovë dhe praktika që kanë qenë, fuqia më e madhe politike ka atë privilegjin. Pra në këtë rast s'duam lista serbe do t'i ketë 9 deputet dhe përjedhoj konsiderohet subjekti më i madh politik për brenda korpusit politik serb. Mirë po them prap, duhet besoj që vendimi i gjykatës kushtetuese do vlerësohet edhe respektohet edhe nga lëvizja vendosje. Ndërkohë për ta komentuar pak edhe çështjen e formimit të qeverisë së ri. Kem parë emra që po qarkullojnë se kush do të jetë ministër, kush do të jetë në dikastere të ndryshme, emra që po propozohen se kush do ta udhëheq për ministrive, si ke parë ti këto paraprakisht, edhe nisur edhe nga propozimi i fundit i kabinetit qeveritar që kishte bërë Glauko Njufca, pritni që të ketë ndryshime të mëdha, por thjesht ajo struktura e emrave që kishin propozuar do të jetë prapë. Ajo që pres është që kreu i lëvizjes vendosje Zoti Kurti të rikthehet atij premtimi të mirë që ka qenë përpara, të mos kemi mega qeveri, se përket numrit po flasëm paraprakisht, pra të kemi një qeveri që i konvenon, që i përshtatet fuqisë Kosovës dhe nevojave të qytetarëve të saj, që i bie jo numër 20, 21 ose ngjashme që në një formë tjetër ka qenë në 2 tentativa të prezentuan 2 qeverit me numër të madh të ministrave. Edhe këtë rafsh ishte më qenë shumë mirë që më u kthye atij premtimit që ka qenë shumë i mirë. Në anën tjetër, tentimi tani për të luajtur me emrat se kush do të jetë ministër, kam përshtypjen që bëhet një tip presioni, sidomos nga ata që kanë ambicie dhe të përflitet sa më shumë për emrat. Gjë të cilën unë refuzoj, për faktin që në sens fundit përgjegjës për qeverinë është kryeministri, pra kushdo ministër tjetë përgjegjësinë kushte normale merr shefi i qeverisë, i cili ka zgjedhë dhe i ka pranuar si të mëlqen. Lutem shumë që krahasuar me qeverinë më përparme, të mos kem ministra të cilët kanë qenë fiasko për Republikën e Kosovës, sidomos në dikasteret e veçantë që flasin për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Prisni të ketë qeveri stabile në kuptimin edhe të bashkëpunimit me aleatët siç kërkojnë SHBA, Bashkimi Evropian, një qeveri stabile që do të rifillojnë një bashkëpunim për jetësimin e planeve. Është më se domosdoshme, ne kemi pas në vazhdimsi, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë dallimin raportet mes qeverisë Kosovës dhe raportet me popullin e Kosovës, pra të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kishte më qenë e mirë që raporti i mirë mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullit të Kosovës të bëhet edhe raporti i mirë mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë Kosovës dhe të mos përsëriten praktikat që kanë qenë. Kosova është mjaft, po themi ashtu, e izoluar dhe ka nevojë maksimalisht që të ruaj, përveç se të ruaj këtë raportin me aleatët, edhe të ketë, si më thonë, hapje dhe lëvizje dhe rifugjizimit të saj si shtetësi, si shtet në nivelin ndërkombëtar. Ndërkohë, kemi sfidën e radhës e cila konsiderohet të jetë po ashtu zgjedhja e presidentit të ri. Fakt që mund ta çojë vendin në zgjedhjet të reja, për shkak që nëse nuk gjendet një emër konsensual siç kërkojnë kryesisht partitë opozitare, deklarativisht deri me tani. E shihni sfiduese dhe si e arsyetoni heshtjen e partisë fituese në këto zgjedhje. Ata kanë thënë se nuk është prioritet tani për tani që të mendojnë për presidentin e ri. Faktikisht prioritet edhe mund të mos jetë për faktin e kohës që kemi, mirë po do duhet dim orientimit. Jo pa qëllim e thash që Republika e Kosovës edhe me këtë fuqi që ka lëvizja dhe vendosje do duhet që përmes një urtësie të kërkonte edhe një marrëveshje politike, konkretisht pse jo dhe koalicion, po e përsëris. Që të kemi në rend të ditës të mos jetë çështja e zgjedhjes së shefit shtetit kur t'i vije vakti dhe koha. Pra të ecet më njëherë përpara. Qetësia, gjithsesi kjo është metodë, strategji e lëvizjes dhe vendosje që çdo veprim e kanë bërë në mënyrë shumë transparente me një strategji që në kushtën normale ka dhëzë, ka pasur efektin e vet, jo komplet në përputhje me rendin demokratik gjërave ose praktikave që kanë qenë në Republikën e Kosovës së përket pasjes së një transparence në raport me veprimet politike dhe qëndrime në sens punit. Kjo tërhiqje, kjo mbyllje se përket kësaj çështje kam përshtypjen që bëhet vetëm si çështje strategjisë. Në anën tjetër, ose në kushte normale, duke pa angazhimin që ka pas shefi aktuale e shtetit, Zoni Osmani Sadriu, për fuqizimin e lëvizjes dhe vendosje dhe asaj tangencë që ka pas, lëvizja dhe vendosja ka për borç votën Zoni Osmani Sadriu, e cila e ka shpreh vullnetin. Tani,
a do t'ja jetësojnë këtë borç, ngjelet për të pa, dhe kjo është në fundit në nderin politik të këtij subjekti politik, se si do t'i qastet kësaj presidentje, e cila ka qenë fuqi për lëvizjen vendosje në vazhdimsi. A duhet që Kosova të mos mendoj për pazare sa i përket postit të presidentit? Faktikisht të gjendet një emër i cili do të përkrahej nga të gjitha, pothuajse të gjitha subjektet politike, sepse nga të gjitha është gati e pamundur. Për shembull, një propozim që kishte dhënë zoti Abdi Gjiku se nuk duhet të jetë politik emri i kandidatit për president. Shef, që gjithë presidentët në Republikën e Kosovës, shefat e shtetit që janë zgjedhur me rendin kushtetues në Republikën e Kosovës që është, janë president të marrëveshje politike, ose shefa shteti përmes marrëveshje politike. Situata kur do të kemi shef shtetit i cili zgjidhet nga populli dhe tjetë figura tamam reprezentative, unifikuese, rendit politik, shoqëror dhe kushtetues në vend, atëherë është situatë tjetër. Në rrethonat aktuale duhet marrëveshje politike gjithsesi. Vota është fuqia vendosese për këtë zgjedhje së shefit të shtetit dhe për rrjedhoj do të vazhdohet kjo praktikë. Shpreha duam president konsensual, unë nuk e di çka nuk kupton kjo president konsensual, vetëm nëse imagjinohet që t'i jepet një votë dhe pas kësaj të mos ndihet përgjegjës kush për çështjen e veprimeve, sidomos në pozicionin e shefit të shtetit, që nuk është se nuk e kemi pas. Presidenti aktuale vota ka marrë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës edhe nga lista serbe. Pra në këtë rafsh, unë konsideroj që mund të konsiderohet juridikisht dhe politikisht që ka qenë një figurë konsensuale, po them për momentin kur nisur nga fakti që i ka marrë votat nga grupe parlamentare përveç lëvizjes vetëvendosje. Dhe në këtë rafsh, kjo është marrëveshje konkretisht gjetje e këtij konsensusit për zgjedhjen ose për votimin që i mund t'i japet shefi i shtetit. Kurse president konsensual ndryshe nuk kuptohet, president që të vijë dikush nga akademia, nga shoqëria civile, Kosova ka përjetuar dhe këtë çështje që ka marrë, ka pas një shef shteti i cili është ardhur nga një fuqi e jashtme politike, ka qenë i pranueshëm dhe ky ka mund të konsiderohet si një lloj konsensusi i imponuar, por jo konsensus në kuptimin e mirë të fjalës demokratik siç do duhet ta kishte. Nga zhvillimet aktuale, nga heshtja aktuale, sa i përket postit e presidentit, mund të shkoj vendin e zgjedhje nëse nuk ka një bashkërendim qëndrimesh brenda parlamentit? Kreu i fuqisë aktualisht më të madhe politike në vend ka përdorur të fjalshin gjasat janë përveç se teorike dhe praktike. Dhe gjithsesi që sipas renditjes gjërave, rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, nëse nuk do të ketë mundësi që shefi i shtetit zgjedhet edhe në raundin e tretë të tentimit, gjithsesi me këto parakushte shtesa që janë për të plotësuar, shkojmë zgjedhje dhe kjo është vullnet i faktorëve politik, i partive politike në Kosovë. A kishte me qenë shëndetshme? Jo, është lodhur qytetari, përveç se është lodhur qytetari, kemi jashtëzakonisht obligime edhe ndërkombëtare, po edhe vendore sa i përket pozicionit jeta e zymt ekonomike, shoqërore dhe politike në Republikën e Kosovës është megjithatë si pasojë veprimeve të subjekteve politike në Republikën e Kosovës, sidomos kohëve të fundit. Falenderoj për kohën. Lutem. 3 persona janë plagosur në një lokal në Deçan pas mesnate. Supozohet se 2 nga të plagosurit i takojnë nacionalitetit serb, derisa i plagosuri i tretë është një avokat shqiptar. Zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës, Fadel Gashi, ka njoftuar se i dyshuari është arrestuar. Spitali përgjithshëm i Pejës ka njoftuar për gjendjen e 3 të plagosurve në Deçan. Bazuar në njoftimin zyrtar të spitalit, 2 nga të plagosurit janë bartur në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërkohë që pacienti tjetër po vazhdon trajtimin në Pejë dhe gjendet jashtë rrezikut për jetë. Në vendin e ngjarjes, sipas Gashit, janë sekuestruar një armë dhe një karikator me 9 fishek. Ministri në detyrë i mbrojtjes ka takuar sot komandantin
e komandës së forcave të përbashkëta aleate në Napoli, admiralin George Witkoff, si dhe komandantin e KFOR-it Oskan Ulutash. Gjatë takimit, maqedonci njoftoi se u diskutua situata e sigurisë në vend dhe rajon, zhvillimi forcës së sigurisë së Kosovës dhe bashkëpunimi me KFOR-in. Theksova angazhimin për forcimin e kapaciteteve të FSK-s përmes edukimit të oficerëve sipas doktrinës së shteteve perëndimore, si dhe modernizimin me sisteme të armatimit nga shtetet anëtare të NATO-s në funksion të sigurisë së qytetarëve dhe aspiratës për antarësim në NATO, tha ai në një postim në Facebook. Procedurat e zhvilluara para dhomave të specializuara në Hag shfaqin mangësi të theksuara në respektimin e të drejtave themelore, thuhet në letrën e avokatit të popullit Naim Qelaj, drejtuar kryetarës së dhomave të specializuara në Hag, Ekaterina Trëndafilova. Ai ka shprehur shqetësimin e tij për refuzimin e kërkesave procedurale dhe provuese të paraqitura nga mbrojtja. Në letrën drejtuar Ekaterina Trëndafilova, avokati i popullit Naim Qelaj përmend edhe pranimin e disa provave nga Serbia. Po aq shqetësuese është edhe mënyra se si janë pranuar disa prova. Për ilustrim po përmend dy shembuj. Së pari kanë vërejtur pranimin e dokumenteve zyrtare që pretendohet se burojnë nga autoritetet serbe, të cilat pretendojnë ushtrim jurisdiksionin mbi territorin e Kosovës pas qershorit të vitit 1999. Kjo periudhë përkon me vendosjen e administratës së përkohshme ndërkombëtare të autorizuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjatë të cilës funksionimi i institucioneve gjyqësore serbe në Kosovë ishte i paligjshëm sipas së drejtës ndërkombëtare, siç është përcaktuar qartë edhe me vendimet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm. Rrjedhimisht pranimi i këtyre dokumenteve ngre shqetësime serioze si për ligjshmërinë e tyre, përfshirë sipas së drejtës ndërkombëtare publike dhe jo vetëm sipas kushtetutës, ashtu edhe për besueshmërinë e tyre provuese. Ndër të tjera, Qelaj në këtë letër thekson se është shqetësuese të shohësh një gjykatë duke i refuzuar pothuajse të gjitha kërkesat procedurale dhe provuese të paraqitura nga mbrojtja. Një model kaq i qëndrueshëm ngri shqetësime legjitime për çekuilibër procedurial dhe paragjykim të mundshëm, të cilat mund të minojnë seriozisht besueshmërinë e procedurave gjyqësore dhe të vënë në pikpyetje trajtimin e paanshëm të akuzuarve. Letra e Qelajt, drejtuar Trëndafilovës, nënvizon edhe mënyrën se si dhomat e specializuara trajtojnë paraburgimin. Praktika e vazhdueshme e mbajtjes së të gjithë të akuzuarve në paraburgim, të zgjatur dhe të pandërprer, pa shqyrtim kuptim plot të masave alternative, duket në papajtueshmëri si me kornizën e zbatueshme ligjore, ashtu edhe me standardet e konsoliduara që rrjedhin nga jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare dhe vendore. Vlerësimi të rrezikut të ikjes uniformisht i lartë, siç parashtrohet nga prokuroria dhe miratohet vazhdimisht nga dhomat, i mungon një arsye timbindës, veçanërisht duke pasur parasysh se të gjithë akuzuarit janë vedërzuar dhe nuk ka prova të besueshme që sugjerojnë rrezik për ndërhyrje ndaj dëshmitarëve, duke marrë parasysh gjithashtu praninë e konsiderueshme të misionit e EULEX-it në Kosovë. Për më tepër monitorimi i komunikimeve dhe vizitave familjare, kufizimi i vizitave familjare dhe kufizime të tjera të lidhura me paraburgimin e zgjatur ngrisin shqetësime serioze për shkeljet e të drejtave themelore. E kam të vështirë të gjej ndonjë përputhje ndërmjet një regjimi kaq të ashpër të paraburgimit me parimet që rregullojnë privimin nga liria sipas standardeve të drejtësisë penale ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, është takuar me mikun e madh të Kosovës, ambasadorin William Walker. Përmes një postimi në Facebook, Hamza thot se miqësia dhe kontributi Walkerit për Kosovën janë të jashtëzakonshme. Ai po ashtu e falenderoi ambasadorin për gjithçka që ka bërë për Kosovën. Në ditët e nderimit për viktimat e masakrës së Reçakut, si çdo vit tjetër, ambasadori Walker është pranesh ashtu siç ishte edhe në janarin e vitit 1999, kur me guxim i dhajehon botërore krimit serb në Reçak dhe nuk lejoj që e vërteta të mbetoj e heshtur. Miqësia dhe kontributi ambasadorit William Walker për Kosovën janë të jashtëzakonshme. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për Kosovën, ambasador, ka shkruar lideri i PDK-s. Ditët e para të vitit 2026, shumë furtar në për Kosovë kanë nisur të rrisin çmimin e bukës, por edhe të pjekurinave të tjera. Shkas për këtë, sipas tyre, u tha të jetë çmimi i lartë i energjisë elektrike, por edhe i fuqisë punëtore. Paralajmërimet për shtrëngime tjera kanë gjallur shqetësim tek qytetarët.
Viti 2026 për qytetarët në Kosovë nisi me një valë shtrëngtimësh. Përveç produkteve të shumta të importuara, të cilat po vinë me çmime të larta në Kosovë, ditët e para të vitit 2026 u raportua edhe për shtrëngtimin e bukës, por edhe pjekurinave të tjera në përfurrat e Kosovës. Çmimi për një bukë në fund të vitit 2025 ishte 40 deri në 50 cent. Në ditët e para të 2026-s, u tha se ka shkuar deri në 70 cent. Qytetarët këtë situatë po e shohin si një tragjedi. Krejt maru. Na i dhakë që ka 100, na i murë dhe 300. Jo, për njerë, kjo është tragjedi. Për populatën e kom fjallën, se nështë po tragjedi. Jo keq, po shumë keq. Qa kime menu për Kosovë, kur s'ki ligjë, s'ki shtetësi, ku gjithë, qa kime menu? Krejt, po është shqetësum se pak, po shqetësum. Raportimet për shtrëngtimin e bukës nxitën valë reagimesh ndër qytetare, me që u tha se në Kosovë çmimi i miellit ka kohë që është i lirë dhe stabil. Nëse flasim për çmimin e miellit që përdoret për bukë, do të thotë kemi një çmim mesatarisht diku 320 euro tash në treg për tonë. Çmimi i miellit për 1 kilogram i shitur me pakicë kushton mesatarisht 45 cent. Megjithatë, mielli del se nuk është shkaktari i rritjes së çmimit të bukës dhe i pjekurinave të tjera. Bislim Pnishi, furtar në Prishtinë, thotë se shkaktari kryesor i rritjes së çmimit të bukës është energjia elektrike, e cila siç thotë, brenda një periudhe të shkurtër është rrentuar 3 herë. Po është lajmëru, po si thënë të faktorët kryesor për shtrëngimin e bukës sot nuk është mielli. Sot rryma elektrike 3 herë është shtrënguar brenda vitit, deri në 300%. Fuqia punëtore, edhe elemente tjera, mielli stagnon kanjëherë, mirë po mielli shtrëngohet gjatë vitit dhe deri në 15 herë, o ka ngritje edhe ulje. Buka një herë një vjet ose në 2 vjet. Edhe mungesa e punëtorëve. Një punëtor në rrogën minimale, sot një furtore ka 1.500 euro. Deri në 2.500 euro shka një pagë. Ajo është kretë për shkak të liberalizimit e vizave, shumica e punëtorëve edhe vendet e rajonit, Ballkanit të Evropës kanë ofruar punëtor, se është mungesë globale e punëtorëve, edhe tash për me ndalë një punëtor me shku jashtë, duhet me ngritë rrogën. Po na nuk ke mundësi me pagu 3.000 euro ato, su ka e pagu në vendet tje. Po dikon 1.500, 2.000, atëherë bëhen ngritja çmimit. Lidhur me situatën e krijuar, Pnishi thotë se institucionet në Kosovë, nëse kanë vullnet, mund të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Për me mbajtë standardin e çmimit të bukës duhet të vendosë qeveria, e jo fortari. Qeveria duhet të bënë rezerva shtetërore, duhet të bënë kontratë me konsumatorët, me fortarët, sigurisht me fortarët, me bënë një kontratë 1 ose 2 vjeçare, me pas çmimin e garantuar të miellit dhe edhe pjesëve tjera përcjellë, se me vitamina, me kuasace, me sheqere, me vaje, me kripi, me gjitha, për me konë çmimi i njëjtë i garantuar për atë kohë të caktuar. Shtrëngtim të bukës dhe pjekurinave të tjera pati edhe në pranverën e vitit 2025. Pak kohë pasi që në Kosovë, zyra e regulatorit për energji vendosi të shtrëngtojë energjinë elektrike për 16.1% për të gjithë konsumatorët, ndërkohë shtetësi mbetën para lajmërimit se në muajin mars në Kosovë do të shtrëngtohet sërish energjia elektrike. Kosova po përballet me valë të re të gripit sezonal këtë dimër. Temperatura e lartë, dhimbja e fytit, kolitja, vjellja dhe lodhja janë disa nga simptomat që e karakterizojnë gripin sezonal, për çka është rritur edhe fluksi i qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Numri të prekurve nga gripi është rritur dukshëm ditëve të fundit në Prishtinë, duke bërë që vizitat në ambulanca dhe qendra shëndetësore të shtohen ndjeshëm. Qytetarët thonë se gripi u ka shkaktuar probleme me frymarrje dhe plogështi. Kum pas pak. Atë ka mundu? Ka mundu bukur fyti, sidomos fyti. A ke marrë vaksinën? Vaksinën e ku marrë në vitin e kalum, ndjeshtë. Dhe dikun më kalimo edhe vaksinat, se sigurisht mos me pas vaksinën pak ma shumë kisha vujt. Që
Ky grip që tasha? Po, valla, po të kallzoj drejt. Atë ka mundu? Ende e kam bile largohu se mos po ta ngjas. Jo, që një 7 ditë nuk jum nal, nuk dorëzona mirë, po shumë ish i poshtër. Por kishte edhe qytetarë të cilët janë vaksinuar dhe nuk janë prekur nga virusi i gripit, duke treguar kujdes të shtuar. Jo, se kam pas. A je vaksinu? Po. Jo. A je vaksinu? Po. Nga qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë thonë se gripi mund të ketë pasoja më serioze tek të moshuarit, fëmijët e vegjël dhe personat me imunitet të dobësuar, duke nënvizuar nevojën për masa parandaluese dhe vaksinim të hershëm. Çdo kush mund të smurët nga gripi, do të thënë të gjithë grup moshat, edhe madje edhe njerëzit e shëndetshëm, edhe ajo manifestohet me simptoma nga format që janë më të lehta deri në forma mesatare dhe në forma shumë më të rënda. Format e lehta që shkojnë zakonisht me ethe, pak me temperaturë, me kollitje, me shkuarje hundve, zakonisht mund të menaxhohen edhe në shtëpi, mirë, por nëse kemi një persistim, domethënë temperaturat janë vazhdimisht të larta që ta zgjashin më shumë se 2 ditë deri në 3 ditë, atëherë edhe pastaj sepse gripi mund të jep edhe komplikime, domethënë forma më të rënda, si otite, domethënë inflamacionit të veshit të mesëm dhe të brendshëm, pastaj pneumoni, domethënë që është kërcënuese për jetën, inflamacionet të muskujt të zemrës, apo miokardit atëherë, apo inflamacionet të muskujve të këmbëve, të muskulaturës në përgjithësi, atëherë këto raste domethënë duhet të lajmërohen tek mjeku i familjes. Mjekja Zeqiri tha se shenjat e rrezikut për të rriturit nga ky grip janë dhimbjet e gjoksit, krahërorit, pengesa në frymarrje dhe konfuzion, për çka u shpreh se menjëherë duhet të merret trajtim mjekësor. Një ndër format më të lira dhe më të mira të parandalimit të bartjes së virusit të influencës është vaksinimi apo imunizimi me vaksinën e gripit, e cila aplikohet nga fëmijët prej moshës 6 muajore e përpjet, domethënë. Dhe është mënyra më e mirë dhe më e lirë e parandalimit të bartjes së virusit të influencës. Mjekët këshillojnë qytetarët që të parandalojnë virusin e gripit sezonal me ajrosje të dhomës, marrjen e ushqimeve me vitaminë C dhe të bëjnë aktivitete fizike. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka bërë të ditur se familjet e prekura nga vërshimet në kodrën e trimave janë sistemuar përkohësisht në banesa me qira, derisa të zgjidhet problemi në zonat e rrezikuara. I pari Prishtinës bëri të ditur se një familje është zhvendosur, ndërsa 2 të tjera janë në proces, duke shtuar se vërshimet janë pasojë edhe e ndërtimeve pa leje në zonat e rrezikuara. Kemi këtu në kodrën e trimave në rrugën Aziz Zhilivoda që ka pas probleme me vërshime edhe erdhëm vetëm me i vizitu familjet, ku edhe ju kemi gjetë faktikisht tash zgjidhje me banesa me qira derisa të zgjidhet problemi këtu në këto zonat që janë vërshuese. Mirë po, në bazë të analizave po shihet qartë që ka probleme të cilat i ka bo vetë njeriu, të krijuar si rezultati i ndërtimeve pa leje në një zonë faktikisht që vërshohet shumë lehtë, por është një familje vetëm se ka lëviz në ndërtesë me qira, edhe 2 familje tjera janë po ashtu duke u trajtuar. Gjendja e rënduar e segmentit të rrugës Podujev-Prishtinë në fshatin Vranidol po krijon kolona të gjata dhe vështirësi të mëdha për qarkullim, duke nxitur ankesa të shumta nga qytetarët. Ministri në detyrë i infrastrukturës Hysen Durmishi, lidhur me segmentin e rrugës Podujev-Prishtinë, konkretisht në Vranidol, tha se aktualisht ajo rrugë po bëhet e kalueshme për qytetarët, duke u mirëmbajtur me zhavor. Por ai shtoi se në momentin kur do të ngritën temperaturat, rruga do të asfaltohet, pasi që, siç tha ai, në këtë kohë kompanitë nuk prodhojnë asfalt për shkak të temperaturave të ulta. Pas shumë ankesave të banorëve, gjendja e rrugës në fshatin Vranidol, saktësisht në segmentin e rrugës Podujev-Prishtinë, po vazhdon të mbetet shqetësim i përditshëm për qytetarët. Ky aks rrugor është bërë shumë i vështirë për qarkullim, sidomos për veturat e ulta, ndërsa në orët e para të mëngjesit dhe të pasdites krijohen kolona të gjata automjetesh. Qytetarët thonë se kjo gjendje po u merr kohë dhe po u shkakton dëmtime në vetura dhe po vështirëson qarkullimin e përditshëm drejt punës dhe shkollës. Shumë po na pengon. Na jem banor t'i veni këtu, po hinë prej 3 anëve, po kemë probleme edhe fëmijë në shkollë, një smut me pasën, nuk e di që dilet se.
Nena do rrugë alternativa, nena po ato si kanë rresh komuna ato nëse do rregullon nena, po çarkullojnë më shpejt. Po edhe kështu duft ministria si ministri me përkthok ta me shmështi në shtukë zënin asfalt, edhe nuk është bokolon ka shumë. Ministri në detyrë infrastrukturës Hysen Durmishi tha për Radio Televizionin 21 se rruga në Vranidol po mirëmbahet rregullisht me zhavor dhe se me rritjen e temperaturave do të nisë edhe puna me asfaltimin e saj. Ndërkohë eksperti i trafikut Bekim Ahmeti vlerëson se situata është lënë pas dore tejmase dhe mungesa e mirëmbajtjes ka ndikuar drejt për drejt në sigurinë dhe rrjedhshmërinë e komunikacionit. Tan verën kur kush spunon, edhe pastaj ankohen se është sezona e dimrit. Gjë që nuk ish dosh të më ndodh. Po kujni ka një verës, unë të në kohën sërë ku më kalu kur nuk është punu në naturë, ose është punu shumë pak. Në çdo sezon që del, i ki ka 2-3 punëtor, me do lopata këtë vogla, edhe s'bajnë kur gjë. Do të thotë nuk ka dinamik të punës, nuk ka plan të punës se kur kryhet puna, nuk ka një deadline kur ka mu përfundu, sa ka me zgjatë. Edhe kush i merr përgjegjësinë, nëse nuk përfundon që uro ose që rrugë në kohë. Kjo rrugë mbetet në gjendje të keqe dhe vazhdon të krijojë trafik të rënduar, duke u kthyer në një prej nyjeve më problematike për qarkullimin e përditshëm të automjeteve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar qytetarët se si pasojë e rritjes së vlerave të turbullirës në ujin e prodhuar nga fabrika për trajtimin e ujit Badoc nuk rekomandohet përpije. IKSHPK njoftoi po ashtu se në bashkëpunimin me KRU Prishtina po e përcjellin nga afër situatën me ujë të pishëm. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për informacionet më të reja në çdo kohë. Klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.